Në stadiumin e qytetit e Shkodrës më 13 shtator u gjendën përballë njëra tjetrës skuadra Vllaznia e Shkodrës dhe Austria e Vjenës. Ky takim u zhvillua në kuadrin e turit parë për Kupën e Kampionëve të Europës. Që në fillim e deri në fund, futbollistët tanë ditën të ndërtojnë një lojë të bukur, duke dhënë gjithë takimit karakter sulmi. Fillimi i aksioneve të njëpasnjëshme të Vllaznisë konkludoi minutën e 8 kur Zhega shënoi golin e parë. Një gjuajtje e fortë e Bizit rënditi traversën e portës austriake, e cila provoi për minuta tëra lëkundje të fuqishme. Edhe gjatë lojës së dytë shënohen përsëri momente dramatike për skuadrën austriake. Futbollistët tanë demonstruan përgatitje teknike të lartë, pjekuri taktike dhe forcë fizike. Minutën e 57 Zhega i kthen një top Ballgjinit, i cili shënon golin e dytë. 2-0, një fitore plotësisht e merituar e sportistëve shkodranë.